Ndërkohë, sot kryeministri në detyrë Kurti bashkë me ministrin e Financave Kuran Murati kanë marrë një shkresë, një email në të cilin e ka një pyetje: ku janë 100 eurot? Këtë email e ka dërguar Sindikata e Sektorit Privat e udhëhequr nga Jusuf Azemi, të cilin e kemi në linjë telefonike. Përshëndetje zotri Azemi. Përshëndetje për ju dhe shoqëruesit e juaj. Faleminderit që jeni me ne dhe pse sot na erdhi kjo pyetja ku janë 100 eurot, apo vonohet qeveria në verifikim të atyre që kanë aplikuar? Mendoni që do duhet të ishin më shpejt, sepse ju keni ngritur zërin edhe kur fillimisht u premtua një gjysmë pagë 13 dhe nga ajo përfunduam në 100 euro. Po, realisht të themi të drejtën, në momentin kur është marrë vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve, ne kemi quajtur një vendim diskriminues për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, sepse ju dini që punëtorët e sektorit publik e morën pagën e 13 komplet ashtu siç mori vendim, dhe ju dini që u vazhdit një kohë bukur e gjatë për ndarjen e mjeteve ose për marrjen e vendimit për pagat e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, që s'pakut në rrugtim e sipër dyshuam se kjo pagë do t'jetë e plot, por s'pakut menduam që do t'jetë 50% e pagës minimale. Por megjithatë, erdhi deri te një përfundim qesharak që më të vërtet ka qenë vendim, po themi kështu, jo serioz, vendim që nuk i përket një qeverisë të Republikës së Kosovës. Por megjithatë, ne kemi thënë dhe po e potencojmë dhe po shihet kjo që edhe këtë ndarje simbolike qesharake u bë para zgjedhjeve që në fakt ju dini që për të ndarë mjetet, sidomos pensionistëve dhe fëmijëve, në çdo 10 minuta japin lajme se tani u mor vendimi, tani po shkojnë pagat, tani thesari po i shpërndan, tani bankat dhe çdo 5 minuta japin njoftim për të njoftuar këta që qëllimin e kishin te përfitimi i votave. Por megjithatë, un kam një frikë timen, me që zgjedhjet tani u kryen dhe jemi në ditën e tretë pas zgjedhjeve dhe asnjë lajm, asnjë informim se kur do të ndahen këto mjete, kam të drejtën e dyshimit se ndoshta edhe nuk do ndahen fare, dhe pikërisht për këtë në formë publike unë bëna një kërkesë duke qenë i shtyrë nga punëtorët e sektorit privat të Kosovës dhe t'i bëj një pyetje kryeministrit dhe ministrit të Financave se kur do të bëhet ndarja e mjeteve qesharake për punëtorët e sektorit privat. E po ashtë që në emailin që keni dërguar në shkresën tuaj, ndër të tjera keni thënë pyetja më shpesh që të bëhet nga punëtorët është se kur dalin parat, prandaj edhe e keni bërë këtë shkresë publike. Pra, ju pyesin shumë se kur dalin 100 eurot? Jashtëzakonisht shumë, dhe kjo na ka shtyr që ne të dalmi edhe përmes rrjeteve sociale ta kuptojnë punëtorët që ne nuk e dimë dhe s'pakut nuk kemi asnjë informacion se çka po ndodh me këto mjete. Normal që neglizhenca ose në farë forme mos lëvizja nga gjendja zero ne po na bën të dyshim se diçka po ndodh atje. Por dhash zoti që kjo çka unë po mendoj të mos jetë reale, sepse spakut për 3 ditë ka pas obligim të del, ashtu siç dilnin para zgjedhjeve, në çdo kohë, çdo moment të thotë duhet pritur 2-3 ditë, kemi probleme teknike ose probleme të natyrës ndryshme dhe fundit ka për obligim të del. Të thotë po javën e ardhshme deri të hanën të martën të mërkurën kanë obligim të njoftojnë punëtorët ashtu siç kanë pas vullnet të dalin dhe të kërkojnë votën e tyre që është e drejtë legjitime, ashtu kanë obligim tash që të njoftojnë këta punëtorë se çka po ndodh me këto mjete. Dhe në ndërkohë një pyetje tjetër që nuk e di a keni marrë ju, por e marrim ne, ka qenë se të çështja e 1.000 eurove, te limiti, duhet jetë një pagë e një punëtori privat neto, bruto, apo nuk është e qartësuar as për ju? Realisht kishte qenë mirë që fare të mos bisedojmë për ta, sepse na shtyn diçka që themi hala më shumë. Përderisa gjithë parlamentarët tonë, gjithë ministrat tonë, kryeministri, presidentja marrën mesatarisht ka 4.000 euro. Po themi brenda një muajit për pagën dhe pagën e 13, tek ne
realisht nuk e marrëm as 100 euro dhe normal që nëse bojmë një krahasim, ne po e marrim 1/40, ndoshta po e marrim, po them se si jemi sigurt, 1/40 dhe ata i morën komplet 4.000 euro. Diskriminim i lloj tjetër, por mjafton diskriminimi 4.100, diskriminim tjetër ka qenë sepse kryeministri i Kosovës pas ka bëmë i marrë dhe pse ka pagën 2.000 euro, e një punëtor i sektorit privat Kosovës nëse e ka pagën mbi 1.000 euro bruto, realisht nuk pas ka të drejtë ta gëzoj këtë po themi kështu, këtë beneficiar. Faleminderit shumë zotëri Azemi, besoj do të jemi sërish në kontakt edhe për çështje të tjera, por edhe për këtë ndihmesën e vogël që e thatë për gjithë punëtorët e sektorit privat. Gjithë mirat për ju dhe shëshuse juj. Faleminderit shumë. Në ndërkohë, do të shkojmë dhe do të shohim pak raportin e policisë, do të lexoj disa nga lajmet, do të shkojmë tek kanosja ndaj policëve, sepse 24 orët e fundit kanë qenë disa raste që zyrtarët policor janë kërcënuar nga persona dhe kryesisht to ka ndodhur në momentin kur ata kanë tentuar të shqiptojnë gjoba në trafik. Njëri nga rastet ka ndodhur në Prizren, kur një i dyshuar ka kanosur verbalisht një zyrtar policor, pasi njësia policore i ka shqiptuar një gjobë për kundër vajtje. I dyshuari është shoqëruar në stacion policor, pas intervistimit në konsultim me prokurorin, lënda procedohet në mënyrë të rregullt. Në Klinë është arrestuar i dyshuari për shkak se kishte sulmuar zyrtarin policor në kryerje të detyrës. Të dyshuarit i është bërë matja e alkoolit, e cila ka rezultuar 0.72 dhe me urdhër të prokurorit, ai ka mbetur në stacion derisa t'i kaloj dehja, thot policia. Dhe në Mitrovic të Jugut është arrestuar një grua pasi që nuk i është bindur urdhrit policor dhe më pas ka sulmuar fizikisht zyrtarët policor. E dyshuara dhe 2 zyrtar policor kanë pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, e njëjta është liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt. Si çdo herë në raportin e policisë kemi raste të shumta të dhunës në familje që janë kryesisht burra që kanosin gratë dhe dje në Obiliq